Dje në ora 14:15 në rrugën Ilindenska në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga Tetova. Pas një aksident trafiku me dëme materiale, ai është sjellë në mënyrë agresive ndaj një 34 vjeçari nga fshati Tenov, duke i kërkuar para për dënim, e më pas me një mjet të fortë ia ka dëmtuar automjetin. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 17:40 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 30 vjeçar nga Shkupi, duke vepruar pas një denoncimi nga e dashura e tij 30 vjeçare, e cila ka raportuar se ai për një periudhë e ka ndjekur në lokacione të ndryshme dhe në vendin e saj të punës, ndërsa po atë ditë rreth orës 15 e ka kërcënuar edhe në telefon. Pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje në ora 12:30 në rrugën lokale nga fshati Zhelin drejt fshatit Leshnice poshtme, policia ka privuar nga liria një 29 vjeçar nga fshati Leshnice e Epërme. Gjatë kontrollit në komunikacion, ai është ndaluar duke drejtuar një automjet Mercedes me targa të Tetovës dhe është konstatuar se drejtonte pa patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 20:40 në rrugën Jane Sandanski në Tetov, policia ka privuar nga liria një 28 vjeçar nga fshati Jellovjan, pasi tek ai është gjetur dhe sekuestruar kokainë. Dje në orën 19:15 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 28 vjeçar nga fshati Kopanic ka raportuar se nga xhamia në fshat janë vjedhur para. Është kryer ekspertizë nga ekipi hetimor dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes në ora 2:20 në fshatin Siniçan, policia ka privuar nga liria një 18 vjeçar, pasi është ndaluar duke drejtuar një automjet BMW pa poseduar patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Sot pas mesnate në ora 12:10 pranë pikës së pagesës në Gostivar, zyrtar policor nga njësia për tregti të paligjshme me drogë dhe armë kanë privuar nga liria një 40 vjeçar dhe një 48 vjeçar nga Gostivari dhe një 70 vjeçar nga fshati Vranovc. Gjatë ndërhyrjes, njëri prej tyre ka hedhur 2 pako me substancë të dyshuar narkotike, një në formë të ngurtë dhe një në pluhur, të cilat janë gjetur dhe sekuestruar. Personat janë ndaluar dhe gjatë ditës ndaj tyre do të ngrihet kallëzim penal dhe procedurë e shpejtë. Dje në ora 23:40 në policinë e Gostivarit, një 47 vjeçare nga fshati Negotin ka raportuar se në periudhën nga 15 deri më 18 mars, në 2 raste të ndara nga shtëpia e saj janë vjedhur rreth 3.000 euro. Sipas saj, parat kanë qenë të dedikuara nga besimtarët për të ndihmuar familje në nevojë, po merren masa për zbardhjen e rastit.